Si ndjesh je jashtë politikës tashmë? Në anën personale, unë jam shumë më e qetë, pa tjetër, unë jam shumë më pranë familjes time që e vlerësoj në çdo moment këtë mundësi që më është dhënë, që jam larguar dhe qëndroj shumë më pranë. E zgjodhët kam përshtypjen që të Unë kam zgjedhur personalisht, kam zgjedhur të vazhdoj në ato profesionin tim, tashmë dhe me shoqërinë civile, angazhuar në shumë çështje, është njësoj si të bëj politik, po jashtë tashmë, jashtë atij sistemi. Qërtem, dhe me thënë, e shoh tashmë nga jashtë, e shoh tashmë nga jashtë me shumë trishtim. Ndoshta, unë kur kam qenë brenda nuk kam arritur ta shoh me sytë siç e shite publiku, mund të mos kem qenë kaq ftohtë sa që jam e vërtetë është brenda. Jo. Brenda politikës tash. Po dhe po të kishte pasur spak do ishte shumë i mirë pritur, të paktën në anë personale, por tash janë bërë një po një janë brenda. Tani që e shoh nga jashtë, pamja është jashtëzakonisht e trisht. Dhe më vjen keq sepse po rrisim një brez ku kultura që po jepet është ajo e gjithë tyre çështjeve korruptive që dalin në pa, të cilat nuk na lejojnë ne të zhvillohemi më tej.